Dua ndaloj në dy momente të rëndësishme të historisë së Shqipërisë, të asaj që ne i quajmë shpopullimi i Shqipërisë, i cili një ditë do të kuptojë më shumë një ditë. Por po ndalojmë në dy momente të cilat janë eksodet dhe ambasadat. Në të dyja këto momente ju jeni në polici. Po. Dhe i shikoni me sytë tuaj dhe merrni urdhra për të bërë ose për të mos bërë. Kuptohet që ju nuk jeni aq, jo, ky është një moment, do flas më vonë. Dua të ndaloj këto dyja për të përgjithësuar dhe për të kuptuar ku shqiptarët po iknin nga syt këmbët, duke mos e ditur ku po shkonin. Dhe një pjesë po vdisnin rrugës dhe një pjesë ja dolën si në çdo sipërmarrje të rrezikshme. Çfarë bënte policia? Kishte urdhër t'i lejonte të iknin? Sepse ju nuk i, do thënë tani nga të gjithë thonë na qelluan na bën, po në një farë mënyre cila është e vërteta? Ju dhanë urdhër ju në ambasada, lërini të ikin? Ato ngjarje janë të papërsëritshme. Ato ndodhin një herë në... Po janë të jashtëzakonshme. Shumë të jashtëzakonshme. Dhe ti shohësh nga ana tjetër, është ndryshe nga, sepse unë kam marrë këtu dëshmitë e mira njerëzve, të cilët kanë emigruar në këtë mënyrë. Ato janë ngjarje... Po dëshmia e një kryepolici është tjetër. Ato janë ngjarje të jashtëzakonshme. Sistemi shtetëror, shteti, me gjithë institucionet e tia, kishte vajt në atë pikë, sidomos për problemet e karakterit ekonomik, ku s'mbante më, ku policia ishte detyruar të mbante dhe radhën tek dyqani i bukës, që të merrin të tërë nga një bukë se kishte që ngeleshin dhe pa bukë. Jemi dakord? Policia, organet, strukturat e tjera, ndërmarrjet ishin të shkreura se s'kishin lëndë parë dhe të blokuara dhe pagueshin me 80% pa punuar. Pra merë mund të kesh një shoqëri të papunë, të varfër, të mbyllur, një vathë që nuk lejohej për dalë, dhe puna e parë ishte sulmi ndaj ambasadave, të tjera do vinin pas. Policia e vetme. Po dhe policia, nuk duhet ta marrim se si duhet të ishte policia, po se si ishte ka të ndisur policia në ato momente. Nuk është se ju policia paguaj më shumë që të kujdesni që këta të... Ju ishte njësoj. Policia, frigoriferi tim, ka qenë njësoj si një... Ja, ti që ti do ruhet një qytetari tjetë, dhe unë kisha fëmijë, kupton. Po nuk kisha kuti gjeja, ti ushqeja. Unë vërtet isha një drejtues policie, po në jetesën time, bile isha i sakrifikuar se do flija në zyrë, se duhet të rrezikoja dhe jetën dhe familjen, pikërisht për të bërë aq sa mund të bëj. Dhe mund të pretendosh e të kërkosh pse policia, kur në atë kohë të tërë u tërhoqën dhe ngeli policia. Policia ishte, dilte në rrugë, e organizuar për të mbajtur aq sa mund të mbanterin, a mund të mbash dot një popull. Policia në çdo shtet në gjithë botën, në të gjitha sistemet politike, nuk është ngritur për të bërë zap popullin, për të mbajtur popullin, po për të mbajtur individin dhe grupin, dhe një grup. Nëse shkojnë këto për masa, dalin jashtë masës, është e pamundur. Është e pamundur, nuk zgjidhet. Një grup e kontrollon, po jo të gjithë. Bravo. Dhe atëherë ishin të gjithë. Natyrisht që kishte presion, pse nuk ishte më ashpër policia për të bërë dorë forcë. Dhe këtë po presioni ishte gojor, jo me shkrim. Gojor. Nuk jam mante as kujt jepte. Jo, gojor. Po në mbledhje zyrtare ama. Në mbledhje zyrtare, ai që drejtonte mbledhjen i binte tavolinës dhe thoshte çfarë bëni juve? Pse nuk i ndaloni? Ramizalia. Nuk dua t'ja them emri, Ramizi ka ikur dhe ata që kanë ikur nuk është mirë ti përmend. Po ka pas. Jo, po ju e përmendni në libër një moment kur ish ministri i Brendshëm, thonë keni fjalën për Ekurani Sajn. Me Ramizalin duhet të kem pas një jo, ai ka pasur një që kam qenë i detyruar, thotë, i urdhëruar. Ai është një interpretim, e sqarojmë më pas, dhe në këto kushte, qoftë për hyrjen në ambasada, qoftë për eksodin nga Durrësi, nga Vlora, nga kufiri i Gjelbër, kupton, ishte e pamundur që këto forca policie të mbanin të njerëzit. Ti mund të mbash 1, 2, 10, 20. Jo, duhet të kuptoj edhe një gjë. Jo vetëm ju s'ti mbani dot, por a ju kishin dhënë dorë të lirë t'i linin t'i iknin? Do të thonë, Shqipëria nuk mbante dot. Jo, ishte e pamundur, jo se na kishin. Nuk i kishin thënë lërini t'i ikin. Ata në mbrëmje kur bëheshin mbledhjet bërtisnin që pse çfarë bëni ju, pse si ndaloni. Por a mund ndalosh ti turmat e njerëzve? Ç'a do të bësh ti? Ç'a? Vetëm të përdorësh armë? Edhe kur morën anije, për shembull, të morën anija në Vlorë me sheqer. Qartë, po ishte e pamundur. Ajo mas njerëzish që me shpirtin të revoltuar, për të ikur, ishin të pangrën, ata të shkënin, policin e shkënin në qoftë se do llogarisnin forcë fizike. Unë dhe ti,
kush do të fitoj. Do fitoj ai që është më i revoltuari dhe që ka llogaritur gjithçka. E kuptoj, po ju kishit armë dhe ju nuk qëlluar. Kjo është pyetja. Që në gjithë këtë gjë policia nuk qëlloi. Kjo është pyetja. Njerë duhet dini që ligji për tubimet që ishte aere me ato mangësitë e veta, kupton, ta ndalonte përdorimin e armës. Është ligji që ndalonte? Po, ndalonte. Në tubime. Po flisni për pas 90-ën? Po, pas 90-ën. Po. Para 90-ës nuk kishte ligj për tubimet. Po ti nuk mund të avrisni qytet... Po 20 janar me çfarë ligje atëherë qelluan? Ne analizojmë, kam shkruar diçka dhe për 21 janarin e analizoj. Jo, mund të analizoj tani në kuptimin, nëse ti ke një ligj që të ndalon qellosh dhe nuk qellove në eksode, pse qellove 21 janar? Tani po... Kur s'po të rrezikojnë ndonjë gjë e madhe? Po analizojmë ngjarjen e ambasadave dhe eksodet në Durrës e Vlorë. Ngjarja e ambasadave u mundua me masat karakterit fizik dhe askush nuk tha që pse s'u përdor në armë. Ka pas episodet veçanta që drejtues të veçantë kanë bërtitur, kanë kërkuar llogari, pse po here ndryshoi dhe ligji që nuk trajtoi aratisje, vepra penale, por kalimi pa ligj me kufirin. Do thotë, po të kaloje kufirin, ishte kontrabajtje penale dhe dënohej deri në 2 vjet. Edhe hyrja në ambasadë... Jo si dikur që të qellon. Bravo, nuk ishte aratisje. Nuk quaj krim kundër shtetit. U zbut legjislacioni penal. Dhe kjo e ndihmoi shumë policinë për ta lehtësuar. Njerë në punonjës të policisë janë njerëz të këtyre familjeve që ikte vllai, ikte motra dhe edhe sikur ta kishte në shpirt për detyrën, ai nuk mund të gjuajë ndaj fëmijës. Unë kisha 2 niprit e mi student të hyrë në ambasada, se unë për vete i kisha të vegjël. Nuk mundet. Prandaj ajo ishte një kontrabajtje penale, policia e orientuar. Unë kam qenë drejtuesi i policisë. Do me thënë, ishte drejtuesi i policisë, ndërkohë nipërit e tuaj ishin në ambasadë. Po. I kërkuat? Natyrisht. I kërkuat. Duke folur nga gardë rrugë të mbarë. Nuk i tha dili jashtë? Ja, në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë. Dhe vim tek eksodin Durrës e Vlorë. Në këtë kohë unë nga shef u bëra ministri i rendit. Por e kam prezentuar qëndrimin tim në mbledhjet qeverisë duke u thënë që unë do drejtoj si shefi policisë, jo si politikan. Se po të pranoja si politikan, duhet zbatoja orientimet, mbroja interesat politike. Dhe unë isha i dakordsuar nga të gjitha forcat politike. Ndodhi eksodi, policia bëri aq sa mund të bënte, mbledhja qeverisë në mënyrë emergjente bën përgjegjës që juve i keni organizuar e më radhë. 2 ekipe, një në Vlorë, unë me zotin Gramos Pashko, rahmet past, edhe një zvëns kryeministër tjetër, me ministrin e mbrojtjes dhe drejtorin e policisë Durrës. Kur i pa Pashkua të fashuar policët dhe kur treguan ngjarjet, s'ka që e mbyllë. Dhe kur treguan ngjarjet, tha Bajram nuk do flasësh ti mbledhje qeverisë. Policia e vetë me merë mënd me mira njerës që rëmbyen anijet i mbushën dhe do flasu mbledhje qeverisë. Dhe mbrojtje më të mirë se ka bërë zvëns kryeministri Pashko mbledhje qeverisë, unë heshta të fliste aji dhe ndryshoj mendimi i përbërjes së qeverisë, edhe qëndrimi lidhur me pozicion. Policia e thash s'ka për t'i përdorë sa t'jem unë armët, se nuk mund të vrasim njerëzit. Këto probleme kërkojnë zgjidhje politike, ne do bëjmë maksimumin e mundshëm me shërbime, aq sa mund të bëjmë dhe kështu përvojoj